Të nderuar dëgjues të programit Mirëmëngjes Shkodër. Ndërsa jashtë po bie borë, këtu brenda do sjellim disa emocione të tjera që natyrisht se lidhen me këtë atmosferë të bardhë. Unë sot të ftuarin tim kam një kolegun ton në radio, një koleg të hershëm, siç është Skënder Kola. Mirëmëngjes Skënder, mirë se keni ardhur në studion ton. Skënder Kola është shoferi i Radio Shkodrës, shoferi i stacioneve televizive, të antenave në Mid, në krap të Pukës, aty ku për më shumë se 20 vite ka punuar dhe ka bërë një rrugë natyrisht të vështirë. Dhe unë mendoj që sot që jemi së bashku në këtë studio dhe që kur jashtë bie borë, nuk kemi si të mos shpërndajmë disa mesazhe të njerëzve që janë në timon në këtë ditë. U qoftë mbar rruga dhe me shumë kujdes, apo jo, Skënder? Ashtu është. Në fakt, në një ditë të tillë duhet që ato që drejtojnë makinat të kenë shumë kujdes, apo jo? Ata merite që e kanë pak të perfekcionu profesionin e shoferit, nuk e kanë edhe fort, po kujdesi gjithmonë duhet, sepse bora bën punën e vetë dhe kujdesi duhet jetë i madh në këtë ditë. Për shumë arsye, se ajo ngrihet, ajo nuk lën me frenu, ajo nuk lën me ecë si donti, ajo nuk ka shumë arsye si duhet me pas kujdesi, duhet me kanë shumë i madh. Në fakt unë kur po vija në radio sot, megjithse gjithmonë mëngjeset janë të vrullshme, sot e pash me xhiro pak më të ngadalta tek ata që në mes të qytetit ishin në timon, sepse natyrisht kujdesi duhet ashtu siç thatë ju. Shumë e vërtet, se bora po shkel 2-3 hera e filla bëhen e akull, edhe duhet jetë sa ma i kujdeshëm, edhe mirë kanë bëhe ata që kanë jetë. Në fakt, kur dëgjon një shofer me përvojë, siç është Skënderi, natyrisht, sikur merr disa mesazhe, mesazhe shoqërizuese për ata që ndoshta na dëgjojnë dhe janë në timon në këtë momente. Skënder, në fakt, ti ke një përvojë shumë të madhe. Në timon ke bërë rrugën e Fusharësit të Pukës, sepse nga Shkodra ke marrë ekipin e stacionit të antenave televizive për t'i dërguar vazhdimisht për të bërë transportin e tyre, por edhe të mallrave ushqimore të furnizimit, por edhe më herët këtë rrugë ke bërë para se të ishe pjesë e këtij ekipi. Pra që me sa kam informacion që nga viti 71 e deri në 2015 në timon në rrugën e Fusharësit. Si kanë qenë këto vite për ty? Merit, kjo në fillim kur kam fillu këtë profesion, kam pas frikë shumë të madhe dhe ka qenë shumë i vështirë për mua. Pastaj mendimin e kolegëve aty në park të mallnave, ata të mësoshin, ata dishin, ishin shoferat vërtet. Fillunem në mësu edhe mu se si duhet me ecë gjatë dimrit, se atje ju ndonjëherë nuk keni pa ndimin borë, kurse ne kemi pa vazhdimisht. Tana vitet borën unë e kam pas paktën 3 muaj. E kam pas. Edhe fillova nga ka dalë me muhek edhe friga, pastaj nuk e kishim ma problem. Vazhdoshe vetë punën, bile maj më njëherë me 5 janar kena ndru turnin e parë në Mid tu. Ka qenë 81-shja. 80-ta, hiken francesht, edhe në Shkodër, në 85 ka pas 25 centim borë. Edhe unë nisa me shku me marë makinën, me shku me marë turnin, me ik atje se ishte hera parë, se iken specialistat francesë dhe u do të me vazhdu puna me turnet. Sepse turni është ndruar një herë në 2 javë, me sa? Datën 5 dhe 20. Datën 5 dhe 20 kanë ndruar turnet, atje kanë punuar ekipi vërtet me inxhinier dhe teknik. Vërtet. Edhe me 5 janar jemi nis nga Shkodra me 25 centim borë, mirë po më kishin dalë për para drejtori, kërë inxhinieri, sekretari partisë, këto si do t'ja bëjmë, të ishin shumë të shqetësum, unë në atë kohë më kishte ik friga, unë nuk e kishe problem, unë do të shkoshe ku do të shkoshe. Edhe ju thash, më ndëna si në qose ne nuk shkojmë, ata demoralizohen, se thonë këta s'qajnë kokën për ne. Më nisen. Edhe për fatin tonë të mirë, i lash një 10 kilometra larkë, po në një fshat ku quhet Xhavel atje, po në turni unë ru. Unë ru, po nuk e kishe më atë frigen, atë impresionimin, ja po kështu bora, ajo ma kishin largu ata
Shoferat e Ford Parkut, ata ishin artista ata. Pra e more turnin nga E Shkodra. Ndrova, me 5 janar e ndrova, ka pas raste si kam në rrugë, Boras në kalane, kena met rrugash, në 85 edhe kena met edhe në rrugë, dimnat kanë qenë të vështirë për ne, si për 30 pikën e Midës, edhe për stacionet që kemi pas për sricat në për male, edhe për ata ka keni vështirë për ne, se gjithmonë na ka taku me punu në për male, atje ku Bora, na është dasht me shku. Edhe në një moment kur ju e keni lënë makinën diku në fushar, mos gabohem, dhe keni vazhduar për t'i përcjell, jeni kthy dhe keni gjetë makinën të mbulume nga Bora. Ky ka qenë viti 85. Nuk ishe mendimi që tu niste turni. Edhe thash mos u nisni. Lënë se çfarë bisedojnë, na. Këtu ishim në fusharsit. Në 85 ka qenë. Kam qenë me tonin fishten, me njerin tonin fishtat të... Po, jo tonin fishta i Radio teknikun ton, po me inxhinierin elektrik atje, me grupin e tij kam qenë. Nuk më nëgjun, unë nisen, unë prita, mora vesh me telefona me posta, nuk më ardhi një, edhe i ka thash po rrin puk më afër, edhe unë nisa. Kur shkova në puku gërmullum, po ishte kret tërë të natë, si erdhe, ku erdhe, pa erdhe, i tha që ishte, edhe e lash makinën me atë mendjen teme aty para turizmit dhe aty para hotelit. U qumet nesër mjes, ajo ishte ba kret, njësoj nuk u dukshin as makinat, aty kishte edhe makinat tjera, kur e lash, nuk kishte as makinat. 3 dit e la me ashtu, mas 3 ditve erdhen ata shok bukjan, fillu me tu kërku, e kemi gjetë makinia, aty ku me dhosh unë se kam lanë, me gjithë se ishte natë, po gjetë me një 10 metra ma në e. Kur po më të një, hajde por se e kena shëtu. Një djale atje, një farë, i fatri atje. E kena tu makinën tonë. E hape më dhej, pas ta edhe met me aty për 11 dit. Më dhej ka kene edhe një iniciative menja, si të thash më rita mu miku friga më dhejna. Pas drejtorin e mirëmajtjes ishin nisë, kishte met traktori. Ishte met në rape, edhe kishin ardhë me punëtor. Unë mendova, ata kishin ardhë, se më thonë në telefon, kishte ardhë, ka kënë Gjelal Smajli, inxhinieri atje, edhe kishin ardhë dhe kishin shku tek shtëpia një teknikut, aty ishin punë, edhe thash me vedi, po shkoj e i marrë, edhe ti kem afër. Mirë po, u do të mu mshe, se s'mlete policia me lviz, e mdershin aty fillë, ndërme, ku shkon? Jam të shku dherë të me hejto, nuk jam të shku, du me shku në shpit, të merit, i thoshe, i kanë në fusharsit, i mora, erda, nuk e besot e kërkush se erdme. Edhe erdme bashkë me teknika këty, me Nduqoba, Basriu, Gjelali, edhe najt me aty gati. Mirë pa aty kishin ardhë atë bëros politike, të anë nuk në leshin me lëviz fart. E morë me i dit iniciativen më kapen Simon Stefani, më morën patenten e tanë, më lanen aty, fati jem të kohë pesnik bëkteshin aty, a i njifte, se kishim punu në kohën kur punoshin park, u futën atam një monën, ikme dhe i hermanënën, shkova në luft met, me se ishte met prap traktori, u fut me një si 8 pjetë, kështu e shtyme makinën, u pështet makinën borë, e këthyme, edhe kena ardhë në 4 mjesit në Shkodër. Emocionuese. Ka pas. Ka kënë rasti kur në sheh makina. Po këshë rast është. Në fakt, ne jemi mësuar që ta shohim atë konceptin e herojt në të tjera versione mbase, por të nderuar dëgjues që po më ndiqni në këto momente. Më ngjall tepër emocion ky tregimi i Skënder Kolës dhe nuk lë pa i thënë që ti je një hero. Ja, si ishte. Tonë merit ishte se në fillim kishe shumë frikë. Shumë frikë. Po ata shoferat e parkut Mallnave, ata ishin, jo shofera, po ata ishin kolosa, ata të mësonin më bën shofere, më bën tëna. Se edhe unë nuk dishin fillim ma kanë marrë herë makinën, ma kanë nxjerr nga ujë i ftoftë, në qatë malit, në qofë se të kujtohet kena keni herë në Kuks, bash, kur thashtë eja shtylla atje ka borë, dera atje ma kanë gjuhë. Më duke i fantazëm atje, ndërkohë që ti ishe mësuar me këtë rrugë, me atë rrugë. Unë, ata mësunin më nej, edhe kur ma njiti makinën kë shoferi tjetë, jytë pas kolla, keme vepru kështu, keme bë kështu.
Unë kishe frikë, mu ule, tha, mas i në rëmësh, e mbi mësaj datë dhana, dherë të shkolla qafë smalit, atje, tha, kështu keme vepru. A i thote me fjallë si me po, unë se kishe profesionua, ala, edhe kishe shumë frikë, i impresionum, kur shkova dikur atje, atëherë thash, më ka thonë të shkolla qafë smalit, edhe në regu, po ishin atë kohë me Skodën. Kur shkova në Fusharësit, u futa tek një blok klub aty dhe më kujtohet si tash, ka kanë një bore, një kamarjere, një banakjere aty, kur futa mrenda jam pasi, kur ishe i zverdhën nga Afrika, kur po më thët, shaki i mërë, thët. Sa bukurimi tënë. Po ashtu më thoti. Unë i kalzova, ishtu, hajt hedresta, që ishtu janë kanë tanë, tha, kemu banë dhe tjesi ata. E filloj këta. Pastaj mas një 2 vjetëve, nuk e pata më Afrikën, ajo ishte kryesorja për mu, edhe vazhdohem. Bashkë me Skënderin, kanë punuar një ekip i jashtëzakonshëm, profesionistësh, por guximtarësh, njerëz të papërkullur, që kanë marrë turnin, kanë shkuar atje, kanë qëndruar për 2 javë, janë kthyer familjar të gjithë, por natyrisht ashtu ishte përcaktuar detyra, atje ishte puna, atje kanë shkuar, ka qenë një ekip shumë i mirë. Heroj kanë qenë, me të vërtetë edhe djelmoçat mirë, shumë, nuk e ke idenë të papërtushëm. Nuk veç e kishin mendin veç na shkon të puna mirë. Ishte Minir Kotri, a thu se nuk e di ç'a them, nuk di ku më zgjet fjalë, edhe këto inxhinierë tjerë, po i ishte kaq i apasionuar Miniri, kaq e kishte përvetësuar stacion, se ki bani edhe një 3 muaj në Francë eksperiencë, atje more eksperiencë. U ba e dashuronte më fort se sa shtëpinë vet. Atje po ta lëshe me muaj atje rrite. Edhe sot me bëmi i thonë, të bëmi e quë. Të nderuar dëgjues, Radio Shkodra ka qenë qendra, ose si thuash qendra organizative e nisjes dhe si thuash administrimit të stacionit televiziv të Midës, ku ishin antenat televizive që shpërndanin valën në një territor shumë të gjerë. Mida është një nga majat e Krabit, në mos gaboha, më e madhja, më e larta, dhe aty grupi inxhinierëve i nisur nga Shkodra. Kanë qenë inxhinierët Minir Kotri, Tonin Fishta, Xhelal Smajli, këto kanë qenë inxhinierët përgjithëse e turneve, e grupeve. Edhe kanë pas teknik, kanë pas, janë shumë kanë qenë 12 vetë. 12 vetë kanë qenë. Po, i përshëndesim të gjithë, i përshëndesim. Në kohët e fundit, edhe njëri ca basha ka punuar atje si përgjes turnit. Po, inxhinier. Ka pas, po. Edhe ti e ki bërë këtë rrugë për kaq vite, në shi, në erë, në borë, në verë, me ujqirit kur ju kanë dalë, sepse atje ka natyrisht edhe kafsh. Në fillim, quhet një vend atje laku i Kishës. Atje kena pa edhe Ariun, edhe në Xhavel. Po? Kena pa, i quhen janë disa pika tranzitit, që quhen në rrugës, edhe Ariun, bile e kishin vunë një lak telit kavojet, një fije kavojet, dhe kishin përdesë, u fut për damtot Ariu, edhe kishte met aty, e kishin frikë me ju avru, i kena pa gjitha, ujqit i kena pa, një 6 kilometra pa shku, edhe rishim një aty, sidomos këtë Tonin Fishta me Minir Kotrin, ishim tek pompat të uji, edhe kishin arë 2 aty, rrithët që me këta s'ka lojna, i tha Tonini, mirë po, fillaj më uqesh, Miniri, e u fut me vrap makinë, po ata pështu, me si me dha nuk. Ka kanë një rast tjetër kena kanë për një mortura në Fushasit, kena pas gjurë me të Ariu, kur afrut me afer, i pa me të i es pastaj. 3 ishin një mas tjetër, një vojtit maj, i kena pa shku të uji, ku i kena thonë, na pa shku të pompat, u futën për, aty na ishin makinë, unë ala, kalun vazhdu me rrugën, ka pas edhe ka shtegra. Skënder, ti e ke bërë këtë rrugë për kaq vite. Në fillim kanë qenë kafshet më rritë, pastaj sikur nuk i pa mase, edhe pylli filloi të u prej, të u ikë, po nga fillimi, nga 85, 86. Në fakt, ajo që bën që ditë pas dite të ecësh, të marrësh detyrën, të nisesh me timon,
ka diçka, një ndjesi të brendshme apo jo? Ki ndjerë bukurinë e kësaj pune? Nuk kam pse me folë për këtë se ishin disa, nuk ishte edhe dëshira jeme me ardhë, unë kishe mendime tjera për jetën time, po koha si ishte atëherë dhe ma tepër erdha i impunum, i detyrum, si me thonë, këtu në këtë normale, pastaj djeta e punë se u dashurova me te, tana, a i ka pas raste edhe që kam shku, i kam prit, u lidhshim me pilotat, me helikopterin, edhe i nepshe më thote, keme vepru kështu, keme më thonë këtë, keme më thonë, ishte lidha që më thoshin ata, po unë dëshirë nuk e kishe, edhe kur ardha pastaj s'kishe që me bënë. Ti u bëre familjar me gruan, me djalin, ke patur ndonjë moment që je ndjerë ngusht edhe ke menduar familjen tënde? Ja, se thoq, miku e Afrika, nuk kishe më Afrikë, si ishe imposionum, nuk e kishe problem se kishte borë, nuk e kishe. Pra, kishe qetësinë në shpirtin? E kishe qetësinë edhe bile, ka pas rasti e kam marrë dhe djalin dhe gruan atje si t'ju ikte Frika, kam marrë në borë. Me falë gazetari Merita, unë jam pjesë e Radio Shkodrës, Kujtim Dracini, televizioni shqiptar, mezet një Skënderin me mjeshtrin e makinave e të borës, është Skënder Kolla dhe bravo që te ke pru. E ke pru një ditë që këti si a do e bora, dhe unë sot i kam pru për shesh një top boret. Sa herë kam maj me këtë, kam ultu për çdo ditë mit. Edhe kjo është heroj i makinës, me i makinë krejt djetër, nga ka qëllu me ultu edhe me shtetarë, këta me makina që meshin, ale me të makinësh, Skënderi me atë makinë e vjetër, si punuat asë redatori hapte kofnin, e shifshin ta politikant me atë boren, edhe e mushtë redatori dhejste. Ata me qënë borë, prishin me liru fadromin. Të falenderoj shumë Kujtim, të falenderoj të shpreke se duhet, se e ke prej ka njëtë. Të falenderoj shumë. Skënder edhe i qëmë. Faleminderit shumë, të në dhjera. Ishte një ndërhyrje natyrisht spontane, krejt spontane në studio nga kolegu jon Kujtim Dracini, i cili na solli një dëshmi të gjallë të punës së Skënderit në timon dhe të marrëdhënieve. Në fakt, po. Ka pas i rast me Kujtimin ishim puk, edhe ishte bloku rruga, unë ule me e pa, në fakt kështu. Edhe kur u ktheva, marr tha Kujtimin. Ja marr i tham se kalohet, i tham, kur i fola kështu me Mene Fergizëm, kësa qa këj gomarë, që me të tia, dhe më tha ku shkova në buk. A din si të thashtë të kur më dhe kështu. Po unë e zjetë atë momentin u futa në të borën e po shkel rrugën e dishe me rotu ditë, e dishe se s'kam ka bjesht, po shkela këtu, këtu kam vend, këtu s'kam vend, edhe u futa dhe ikme. Mirë po të najtën si të habitun kështu. Po nga ka lej, u morën me këllu ato, u banen lamsh, vëp gjiro kënej, u banen lamsh metën aty, edhe i met më Kujtimit, i met... Si e thash atë fjallë. Po, ndërkohë... Ja, më tha ku shkumen, u hajde mërë tha që ta pimi kafe, se më rritëm që të... A din si thash tha për ty, tha jerë, qa ke mërë, kërë gomora, kalot, ku kalot. Po, pra të pa mundurën e këtë... Pa tu e ba vazhdimisht rrugën e mësën ku shkejtë. Skënder, pikrish këtu duhet të ndalem. Timoni është një dialog me shoferin, por ti nuk ke patur vetëm atë, ke patur një kolektiv që ke patur marrëdhëniet me ta, por jo vetëm kolektivin që ti e ke transportuar. Ti e misuar edhe ke njohur edhe banorët e zonës. E vërtet. Ma tepër i kam njoft në kohën kur ishe shofer në parkun e Mallnave. Aty u bana i njoftun, edhe kur më pan, u bana i njoftun në të gjithat zonë. Si në Bajramcur, si në Kuks 2 vjetë, në Bajramcur 4 vjetë, pjesa tjetër në Fushë Arsit. Edhe u bana shumë, nuk ju aprishe, kishe nej nevojën e gjanë, ju akryshe me se i ishe besjar, nuk ishe probleme, voneset e gjanë, edhe më kanë dash shumë me folë drejtën, edhe sot hala më kujtojnë. Por unë do të jap edhe një fakt tjetër. Pak më parë ti diçka dhe nga ky fakt që unë dua ta evidentoj. Ti je vëlla i artistëve. Esat Kolla, vllai i Skënderit, ndjes past. Saliu, po. Skulptor. Ferit skulptor. Kolla, skulptor dhe Bujari
muzikant. Edhe i liri ka kanë përgjes në zinë. Nuk e njihja. Pra gjithë këto vëllezër me prirje artistike. Skënderi, prirje artistike në timon, por jo vetëm. Skënderi duke patur një marrëdhënie shumë të mirë dhe një kohë të gjatë që bënte këtë rrugë, dinte të imitonte në mënyrë perfekte të folurën e banorëve të zonës, dhe kur vinte në radio pasi transportonte ekipin e inxhinierëve, gjithmonë krijonte humor me natyrisht humor shumë dashamirës, me të folmen e kësaj zone. Apo jo? Me dialektin. Me dialektin. Njëherë në fillim nuk i kuptoshin, njëherë në fillim, pastaj filluam i kuptuesi. Skënder, gjithë kjo periudhë, si do ta përkufizoje? E bukur, e vështirë, e pamundur, e mrekullueshme, nuk e di sepse. Unë për veti do të kishe menduar ka dy mendime për këtë periudhë. Njëna është e lumtur se je zoti vetvetes, nuk ke njerëz përbi ky drejtora, përçeca, këta. Këta kanë kënd mërzitshëm se kanë dashur më tepër me shkip me diktuese, po punojmë, ndoshta gaboj që flas kështu, po në raste të veçanta. Ka pas edhe raste të tilla. Në ana tjetër ishte, si me thon ty, ishte fati im se nuk e kishe dëshirën mu bën shofer me thon drejtën mirë. Ti ke patur një dëshirë tjetër? Kishe një dëshirë tjetër. E cila ka qenë? Inxhinieri mekanike ose elektrike doshe me thon, edhe po. Kjo ishte. Megjithatë, ke bërë një jetë të bukur me timonin. Me thon, pse me e bukur? E bukur ka kënë, se gjithmonë shetitje, gjithmonë turizm, në luku ke qef, banë si ke qef, shko atje, shkan tu, banë këtu, aj me të vërtet jene njësë për punë. Po kur e ke kërë punën, e ke larguat sikletin e punës. Edhe sidomos, kur në ka es puna marë, ke një lirë. Po, djali juaj nuk u bë shofer, por u bë bankier. Miri. Po, kishe dëshirë me i dhanë shkollën, edhe bile dhate kam dash me shku me qu inxhinier elektronik me të ndërtën, nuk kishe dëshirë, e bisedoshe me të qysh i vogël ti e din mirë. Po, ka qenë, e ke marrë gjithmonë me vete në ka patur atë. 6 vjeç ka kënë po hinë shkollë, kur e ka njësë makinën vetë, po ka unë mërën. Ka si bisedoshe me veti, ta din. Gjithmonë në fshehtësi të atyre që kontrollonin. Tani je një gjysh i lumtur. Shumë i lumtur, shumë. Kam 2 mesa që më duket gjatë mirë kur shkoj në shtëpi. Gjithë se cila ka vendin atë veten, atë dashninë e vet, është. Ajo e vogla nuk e ka parë asnjëherë borën. Do t'ja tregoj gjyshin. Do t'ja bëj foton. Shumë bukur. Skënder, ishte një kënaqësi shumë që ishe sot në Mirëmëngjes Shkodër. Besoj që ata që janë në timon kanë marrë diçka nga mesazhet e kësaj bisede, kanë marrë të bukurën e këtij profesioni, guximin që t'i jep, kënaqësinë e çdo gjë tjetër që lidhet shpirtërisht me njerëzit. Kur mos të muten, gjithmonë po ju erdhi i fije gjumë ta nalin makinën, mos vazhdojnë, kur mos esin me shpejtësi, se gjithmonë kanë me kënd lumpën. Kush do qoftë. Mesazhe shumë të bukura nga një drejtues mjeti me shumë përvojë siç është Skënder Kola, të cilën unë më herët i quajta dhe hero. Natyrisht me shumë përgjegjësi. Të falenderoj shumë Skënder. Faleminderit për ju Shmiro, jam shumë i kënaqur që më burgut edhe herë të vendi punë si mu, tash unë kam dashni të madhe për këtë se kam punu sa vite këtu. Po dhe ne të quajmë edhe vika herë takohem edhe me shok këtu. Pimë kafe me ta. Jetë gjatë të lumtur mes familjarëve tuaj, e natyrisht qofshin nderuar në të gjitha aspektet, po sidomos në profesionin tënd. Shumë faleminderit Miro, edhe ju shkoj gjithmonë marr ashtu siç ka shkuar gjithmonë. Shumë faleminderit Miro. Faleminderit Skënder që ishe sot këtu. Shumë faleminderit.